Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Game Over, duke goditur një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe organizimit të paligjshëm të lojrave të fatit në zonën e Bajzës në Malsinë e Madhe. Pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, operacioni u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare dhe seksionit për hetimin e narkotikëve me mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja. Gjatë kontrollit të ushtruar mbrëmjen e së martës në një lokal në fshatin Bajs, uniformat blu konstatuan dhe sekuestruan doza të lëndës së dyshuar narkotike kokain, një makinet për lojra fati, 4 telefona celular që dyshohet se përdoreshin për këtë aktivitet, pije alkolike të dyshuara të kontrabanduara, si dhe një shumë parash e dyshuar e përfituar nga veprimtaritë e paligjshme. Nga verifikimet ka rezultuar se subjekti ushtronte aktivitet në kundërshtim me ligjin, pasi nuk ishte regjistruar në organet kompetente. Në përfundim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrancë pronari i lokalit, shtetasim me inicialet GP, 26 vjeç, banues në Vukpalaj. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme ligjore.